Tu në gjatë jeta uroj t'jeni mirë. Një marrëveshje e madhe sigurie, më e madhja e të gjitha kohrave, ndoshta dhe më e madhja e të gjitha kohrave ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ndonjë vendi të gjirit persik. Një marrëveshje ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Katarit, me sa duket, është piknisja dhe njoftimi më i qartë që tregon se jemi tashmë jo më në derën kryesore, as në derën e aneksit, por hymë dhe afrohemi zyrtarisht drejt shpërthimit të lindjes së mesme, drejt shpërthimit të gjithë rajonit i cili ka shumë mundësi të jetë dera e madhe për tek lufta e tretë botërore. Çfarë është duke ndodhur? Çfarë ka ndodhur dhe cilat janë të dhënat e orëve të fundit? Unë kam qenë gjatë gjithë ditës sot i angazhuar dhe nuk mund të rria pa ju treguar, sepse orë pas ore, minut pas minuti, ndjek kudo që t'jem, gjithçka është duke ndodhur dhe nuk mund të rria pa ju treguar sonte se çfarë është duke ndodhur kudo nëpër botë, çfarë tregojnë hartat dhe satelitët, fotografitë e satelitëve nga lart, çfarë tregojnë për lëvizjet më të fundit të ushtrisë amerikane në Mesdhe, cilat janë planet, çfarë po përgatit Amerika, Donald Trump, si na zbulohet sot takimi i Donald Trump dhe Pete Hegseth me generalet amerikanë. Duket qartë që është një lojë më e madhe, është një histori më e madhe se sa një leksion për oficerët e shtuar të peshë, për oficerët, një leksion elegance për oficerët amerikanë me bark të madh apo me qafë të trash. Loja është më e madhe se kaq. Jemi në gatishmëri të plot dhe në alert të plot. Dhe çka e tregon dhe përforcon këtë më shumë është marrëveshja e cila ka tronditur jo vetëm vendet e gjirit, por ka tronditur edhe vetë Kongresin dhe Senatin Amerikan. Donald Trump bën marrëveshje me Katarin, i cili u godit nga Izraeli dhe e vuri goxha në siklet administratën e Washingtonit me aleatin më të madh Katarin. Marrëveshja më e madhe e sigurisë me Katarin shpallet sot ndërmjet Donald Trump dhe emirit Katarit. Çfarë është duke ndodhur? Donald Trump dhe Amerika njofton, sipas kësaj marrëveshje, kush godet, kush prek, kush cënon sigurin, infrastrukturën e Katarit, ka prekur dhe ka goditur dhe ka kërcënuar sigurin kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Amerikanët kanë patur një marrëveshje me të gjitha vendet e gjirit, me Arabinë Saudite, me Kuvajtin, me Katarin, me Bahreinin, me Omanin dhe me pjesën më të madhe të këtyre vendeve. Por kur një marrëveshje me këto pika, me këto ndërhyrje, me këtë sipërmarrje amerikane, e cila është gati sa marrëveshja e NATO-s, apo edhe më e fortë se marrëveshja e antarëve të NATO-s mes njëri tjetrit. Amerika i njofton vendet e rajonit, Izraelin dhe vendet e tjera të botës. Pavarësisht debatit nëse Amerika e dinte apo nuk e dinte, ishte prapa apo nuk ishte prapa goditjes së Katarit. Vjen vendimi i fundit, kush e prek Katarin? Na ka prekur ne. Çfarë po ndodh? A është kjo diçka normale? Menjëherë, pasi Benjamin Netanyahu godet Katarin në zemër të zonës 5, zona më e sigurt në Doha, dhe Shtëpia e Bardhë nxjerr fotografit nga zyra ovale në Shtëpinë e Bardhë, në të cilën njoftohet se Benjamin Netanyahu është duke folur në telefon me kryeministrin dhe ministrin e jashtëm të Katarit dhe i kërkon falje zyrtarisht për ndërhyrjen dhe për goditjen e Izraelit në Katar. Katari nuk e ka pranuar, disa thonë e ka pranuar, të dhëna ka që zyrtarisht nuk e ka pranuar kërkesën e faljes nga Netanyahu. Por, nga ana tjetër, e ka njoftuar
dhe ka pranuar zyrtarisht se ka tashmë një marrëveshje të re me Amerikën. Marrëveshje sigurie të cilën Arabia Saudite, që është gjithashtu një alat i madh i amerikanëve në vendet e gjirit, nuk e ka patur kur një marrëveshje të tillë. Është për herë të parë. Dihet që në bazën El Udeid në Katar, baza më e madhe amerikane në vendet e gjirit, sot kanë nisur lëvizjet e një numri të frikshëm avionësh të furnizimit me karburant nga ajri. E para. E dyta, fotot nga satelitët tregojnë lëvizje të Gerald Fordit, i cili luftania më e madhe amerikane niset në drejtim të Mesdheut. Avion britanik, gjithashtu, të furnizimit me karburant nga ajri, janë duke lëvizur drejt bazës së El Udeid në Katar. Çfarë është dhe çfarë fshihet pas kësaj marrëveshje? Washingtoni është i gjithi i tronditur. Njëra palë mendon se Donald Trump e ka hapur dhe do ta hap zyrtarisht luftën e tretë botërore, por është duke përgatitur më parë infrastrukturën dhe po bën gati lojën që të shkojmë drejt kësaj përplasje të madhe. Qëndroni me mua sepse do t'ju them çfarë, ku, si dhe çfarë pritet godas dhe si jemi në cilin pozicion është bota në këtë moment. Në Washington po thon kush ja jep të drejtën Donald Trump që të bëjë një marrëveshje të tillë me Katarin. Nuk ka ndodhur kurrë më parë që Amerika të thot kush prek Katarin apo një nga vendet arabe të gjirit, më ka prekur mua, pra e detyron, vetë detyrohet, që të hyjë në luftë dhe të shpallë luftë çdo shteti. Dihet qartë që nuk kishte për ta goditur ndokush Katarin nga aty afër. I vetmi që e goditi deri tani ishte kush? Ishte Izraeli. Ishte Benjamin Netanyahu, Benjamini i Donald Trumpit, aleati i tyre i madh, i cili tregon her pas here se Amerika nuk e kontrollon dot. Atëherë çfarë po ndodh? Çfarë fshihet në kulisa dhe çfarë fshihet në këto lëvizje të frikshme të luftanieve amerikane në drejtim të Mesdheut, të aeroplanëve të cilët mbushin me karburant nga ajri dhe lëvizjet e avionëve britanik në drejtim të bazës El Udeid në Katar. Dhe marrëveshja e paqes me Katarin, marrëveshja e sigurisë, hym në luftë kush e prek Katar. Në Washington ka dy palë bisedash, ka dy palë mendimesh, ka dy palë qëndrimesh. Njëra palë janë konservatorët, janë një pjesë e ngushtë e rrethit të Trumpit, sepse edhe republikanët kanë nisur të hedhin dyshime mbi atë që po bën Donald Trump. Ai thot, është duke na çuar drejt një lufte të cilën ne nuk e dim si do të përfundojë. Drejt një zjarri që nuk e dim si do të përfundojë. Liberalët e majt nga ana tjetër po e sulmojnë fort dhe po flasin shumë prej mediave kundërshtare të Donald Trumpit sigurisht. Po vën seriozisht në pikpyetje shëndetin mendor, emocional dhe fizik të presidentit Amerikës. Sigurisht liberalët nuk mund të flasin shumë, apo e majta, apo Partia Demokratike, apo mediat kundërshtare, sepse e njëjta situatë ishte edhe kur kishim Joe Biden. Edhe Joe Biden ishte një president shumë i moshuar, shumë i rënë në fizikisht dhe her pas here me sjellje të cilat të lenin të dyshosh për shëndetin e tij mendor. Ndërsa tani një pjesë e frikshme e mediave të Amerikës dhe një pjesë e frikshme e Pentagonit brenda dhe e shtëpisë bardhë dhe e njerëzve e zyrave të akulta të politikës janë duke hedhur dyshime mbi ngjyrën e shtuar portokalli të lëkurës së Donald Trump, mbi pafuqinë e tij emocionale, psikike dhe politike për të marrë vendime të tilla, sepse thonë as në Kongres nuk ka për të kaluar as në Senat. Një marrëveshje që e detyron pikërisht në këtë moment kaq të rrezikshëm që po kalon bota, të detyrosh Amerikën të bëhet pjesë integrale e sigurisë së Katarit,
kush godet Katarin, na ka goditur ne, kush prek Katarin do të hyjë luftë me ne. Dhe kjo shoqërohet në këto orë që ne po bëjmë dhe po regjistrojmë këtë video. Shoqërohet me lëvizjen e arsenalit amerikan në lindjen e mesme. Katari ka dalë dhe ka njoftuar pranimin e marrëveshjes dhe firmosjen e marrëveshjes. Marrëveshja më e rrallë e sigurisë, e cila nuk ka ndodhur më parë kurrë me asnjë shtet tjetër. Pyetja e madhe, $1 milion që lind këtu. Çfarë është duke ndodhur në këtë moment? Dhe si lidhet kjo me shpërthimin e lindjes mesme, planin e dështuar për paqen në Gaza, Tomahawkët që shkojnë në Ukrainë dhe një fakti tjetër shumë të rëndësishëm, i cili ka ndodhur sot, ka imponuar veten sot në fushë. Sot që ne regjistrojmë këtë bisedë, Irani dhe Rusia nisin aktivizimin e marrëveshjes së tyre të bashkëpunimit dhe të mbrojtjes strategjike. E kanë patur një marrëveshje që e kanë firmosur më parë. Sot marrëveshja e mbrojtjes së përbashkët ndërmjet Iranit dhe Rusisë hyn në veprim sot. Dhe S-400 e Rusisë, sistemet raketore më të zhvilluara të Rusisë, kalojnë tek bazat e Iranit. Çfarë po gatuhet dhe për çfarë duhen e gjithë ky arsenal avionësh që ngarkojnë me karburant në ajër? Duket qartë që jemi përballë 2-3 skenarëve të cilët shpërthejnë lindjen e mesme nëse ndodhin dhe hapin dyert e ferrit për planetin në rast se shkojmë pa hezitim drejt përplasjes madhe. Cilët janë skenarët? Skenari numër 1 është goditja e Iranit. Ju a kam thënë ka 3 muaj, edhe tek një televizion ku kam qenë. Irani është plan për të zhdukur dhe për të shfarrosur në nivel pushteti regjimit të Ayatollah. Plani është për të larguar regjimin e Iranit dhe regjimin e Ayatollahëve. Pushtetin e Ayatollahëve do ta heqin. Ky është vendimi. Në luftën 12 ditëshe bën matjet me Izraelin, goditja lufta e Izraelit me Iran. Irani nuk është peshëlet. Dhe sot ka është aktivizu marrëveshja e mbrojtjes me Rusinë dhe S-400 kanë ardhur. Problemi është dhe çështja është se Amerika këtë herë po bën llogarit dhe do t'i bëjë llogarit që të largoj, pra të ketë regime change, ketë rënje të regjimit në Iran. A do t'ja dalë apo jo? Dhe çfarë tregojnë kulisat? Marrëveshja e paqes me Katarin, marrëveshja e sigurisë me Katarin dhe marrëveshja e mbrojtjes së përbashkët tregon qartësisht se Katari dhe vende të tjera të Xhirit mundet hipotetikisht të jenë hapësira nga të cilat do të nisë apo do të përdoren për të çuar përpara planin amerikan për lindjen e mesme. Plani numër 1, goditja e Iranit dhe dërgimi i avionëve të cilët shërbejnë për furnizim nga ajri me karburant, tregon qartësisht që do të tentohet të eliminohet përdorja e Katarit apo e Arabisë Saudite apo e Kuvajtit për të goditur Iranin, që do të thotë F-35 apo raketat apo B-2 Spirit amerikan, të cilët mund të jenë duke përgatitur goditje ndaj Iranit, të mos jenë në tokë që të krijohet precedenti për të goditur Katari apo Arabia Saudite apo Kuvajti apo ndonjë shtet tjetër, por avionët amerikanë do të furnizohen me karburant nga ajri. Pra, lufta do të bëhet pa u ul avionët në tokë. Avionët janë të aftë të fluturojnë
kohë të gjata, shumë orë të gjata pa u furnizuar në tokë. Sepse do të kenë furnizim nga ajri. Dhe kjo do të thotë që plani është për të bërë goditjen e cila e rrëzon përfundimisht regjimin e Iranit dhe pushtetin ajetullahëve në Teheran. Në qoftë se llogarit do të thonë dhe do të thonë amerikanëve që në këtë moment ne nuk kemi mundësi përveç se t'i shkaktojmë plagë të rënda Iranit, se Irani është 90 milion, po shkojnë 100 milion, ka një sasi të frikshme raketash balistike, sistemesh, por ka dhe satelitët e tij në rajon, që do të thotë. Hipoteza numër 2 është goditja e Huthëve të Jemenit bashkë me Iranin, sepse sot Huthët mbarojnë marrëveshjen e armë pushimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Marrëveshja që Huthët kishin me amerikanët për të mos goditur anijet amerikane në ngushticën Bab el-Mandeb përfundon sot gjithashtu. Dhe Huthët, duke qenë që janë lojtarë të Iranit në Yemen, dihet qartë që do të jenë një nga objektivat e ardhshëm të Shteteve të Bashkuara në rast se nis qameti i madh. Targeti numër 3 janë milicit shiite në Irak, goditja e Irakut. Pra hipoteza 3 është goditja e Irakut, një lloj si në kohën e Saddamit. E përsi ajrore goditje e milicive shiite, Hashdul Shabi, njësit e Sejidu Shuheda, apo Zotëria i Dëshmorëve, njësi luftarake Zotëria i Dëshmorëve, apo njësia Ansarullah, apo njësit e tjera luftarake, milicit luftarake, të lidhura me Iranin dhe Teheranin zyrtar dhe me Gardën e Revolucionit në Iran, të cilat kontrollojnë sot të gjitha pasuritë e Irakut, për arsye se shiitët në Irak janë 60% e popullsisë. Në 2003 Paul Bremer, ai i cili priti emisarin e Mevit Ahmed el-Shera në New York, që kërkohej më parë si terroristi Al-Qaedës dhe kërkohej me $10 milion për kokën e tij. Paul Bremer, që priti Al-Shara në Washington, në New York, në summit, në Asamblen e Kombeve të Bashkuara, në 2003 kur hyri në Irak dhe rrëzoi Saddam Husseinin, tha: erdhi koha t'i japim fund dinastisë Emevite të drejtimit të Bagdatit dhe erdhi koha që të vinë shiitët në pushtet. Dhe këtë e bën amerikanët, i sollën pushtet. Shiitët dhe në bashkëpunim me ta rrëzuan Saddam Husseinin, që ishte fuqia e 6 ushtarake e botës në kohën kur rrëzua Saddam Hussein. Arabët ndihmuan sigurisht Amerikën që të rrëzoi Saddam Husseinin, edhe pse kolonel Kadhafi i kishte thënë që ju do t'ju vi radha të gjithë. Bashar al-Assad u rrëzua nga pushteti në Damask, njëri nga pikat e forta të Teheranit në lidhjen e mesme. Vdiq dhe lideri i Hezbollahve, që ishte Hasan Nasrullah, u ekzekutua nga Izraeli, dhe një pjesë e madhe e drejtuesve politik dhe ushtarak të Hezbollahve. Tani kush kanë mbetur? Kanë ngelur Ansarullah dhe milicit shiite në Irak, që janë targeti numër 1, ka mbet Teherani zyrtar 2 dhe ajetullahët me pushtetin e tyre me Gardën e Revolucionit, dhe sateliti i tyre i fort, i cili ka shpallur sot rihapjen e luftës me Amerikën dhe luftaniet dhe anijet e saj në detin e Jemenit, pra në atë rajon të Jemenit dhe një pjesë të detit të Kuq, ku raketat e Hudhëve kërcënonin pa u menduar 2 herë
anijet amerikane, qofshin ato ushtarake, qofshin ato tregtare. Dikush mund thot që fotot e satelitëve për këto lëvizje të luftanijeve amerikane, të arsenalit bërthamor në drejtim të lindjes mesme, përfundimi dhe dështimi i marrëveshjes për Gazën, sigurisht, për arsye se Benjamin Netanyahu tentoi dhe deri në këtë moment i doli t'i mashtrojë sërish të arabët. Ne e diskutuam këtu, e folëm edhe me kolonelin Mbrëm dhe Parmbrëm, me kolonelin Demire, të cilin do ta kemi sërish nesër, sepse ka zhvillime shumë të mëdha dhe një ushtarak si koloneli është shumë i nevojshëm për këto bisedat e mia dhe na pasuron shumë, sepse do të na sjellë edhe ai të rejat që ka bashkë me të rejat e mia dhe bëhet një panoramë shumë më e qartë, ashtu siç nuk do ta ndiqni në asnjë ekran tjetër në trojet shqiptare, mbas edhe më gjerësaq. Gjithë kjo lëvizje e arsenalit amerikan, bërthamor, toksor, ajror, detar, bashkë me britanikët e shoqëruar me marrëveshje strategjike pikërisht tani në këtë moment me Katarin, pas goditjes së Benjamin Netanyahus, dorëzimi dhe detyrimi i Benjamin Netanyahus dhe fotografimi i tij me telefon në dorë dhe nxjerrja e fotos dhe publikimi i saj nga shtëpia e bardhë, duke i thënë botës që kjo telefonat është pikërisht telefonata e Bibi Netanyahus për kryeministrin dhe ministrin e jashtëm të Katarit, që i kërkon falje Katarit për goditje. Përse i duhet Katarit? Është dera e luftës së tretë botërore. Lufta e tretë botërore, unë kam thënë, ka nisur në 22 shkurtin, në 24 shkurtin e 2022, kur agresioni rus nisi ndaj Ukrainës. Dhe jemi brenda saj. Na thati ishin konspiracionist, marroj loja, se vinë e lëpin ata, çfarë kanë thënë nuk e kanë problem fare. Vim tani, jemi shumë pranë hatas dhe nuk e dim nëse do ta shpërthejnë apo jo. Pete Hegseth dhe mbledhja e Trumpit atje me generalet në Virginia ishte dëshmia më e qartë se vendimi është marrë dhe pjesa strategjike e vendimit apo e kërkesave të Pete Hegseth, sekretarit amerikan të mbrojtjes, ishte pikërisht stop burokracive në ndërmarrjen e vendimeve të mëdha. Sigurisht një pjesë e madhe e shtypit amerikan mund të jetë opozitar apo jo, nuk ka rëndësi, e kanë masakruar dhe kanë thënë si mund të sjellësh të gjithë generalet amerikanë të fluturojnë mira milje nga gjithë bota dhe të dëgjojnë aty një fjalim të çmendur apo një fjalim patetik i cili u kërkon atyre të heqin dorë nga burokracitë, sikurse e kanë akuzuar Donald Trump se qelizat 79 vjeçare që përmban truri i tij janë të paafta për të përballuar atë që po vjen. A mund t'i ndodh diçka Donald Trumpit përpara se të ndodh Çameti dhe hataja e madhe? Apo mund të kemi një plan surprizë? Shtypi amerikan sot ka vërejtur një lumturi të pamas tek fytyra e J.D. Vance, zëvendësit të Trump, i cili do të jetë zëvendësi në rast se Trump nuk është më president për arsye shëndetësore, për arsye të tjera. Dhe duket qartë që Trump do të shkojë përpara me vendimin e tij. Hegseth u ka thënë generalëve, nuk dua zero burokraci, do të thotë, po shkojmë në luftë. Dhe askush nuk guxon të na i vonoj planet apo të tregoj luhatje në zbatimin e asaj që po vjen. Dhe nëse dikush mendon se lëvizja e arsenalit amerikan, ajror, toksor, detar, flota ajrore, flota e
furnizimit me karburant nga ajri, luftania Gerald Ford në drejtim të mesdheut, bëhet për të bërë manovra dhe për të treguar muskujt gabon rënd, sepse një lëvizje e tillë kushton qindra e qindra miliona dollar. Dikush mund të më thotë paguajnë arabët. Po, arabët paguajnë, por në këtë moment jemi një moment të ri. Moment i frikshëm, moment i jashtëzakonshëm, i cili na tregon gjëra të mëdha po ndodhin. Sot u gjenda në qytetin e Kavajës, u bë një përkujtimore për një ditë madhështore, siç është përkujtim i tetorit të vitit 1912, ku 500 burra nga Kavaja shkuan me qefin në brez të luftojnë në rrethimin e Shkodrës, kur hordhit serbo-malazeze rrethuan Shkodrën. Jam shumë i lumtur, dëgjova profesor të nderuar, kishte shumë njerëz që ishin mbledhur atje, amiku im Nezmi Averiku, njëri i nderuar shumë kavaj, kishte mbledhur mbi 200 kavajas në një sallë, dhe aty ishte edhe ish presidenti Mojsiu. Ndenjem pas simpoziumit dhe pas seminarit, nuk ka rëndësi ke qenë dakord apo jo, apo jemi apo s'jemi dakord me qëndrimet e presidentit Mojsiu, kur ishte president. Në fund të ditës ai ka qenë një ushtarak, shumë i armatosur me njohurit dhe strategjit ushtarake, dhe hëngrëm drekuam bashkë me presidentin sot, dhe pyeta se çfarë nuhaste ai. Më tha Krishnik, jemi në dyert e luftës së tretë botërore. Dhe mirë shqiptarët, po nuk patëm në këto moment politikan që punojnë për ta dhe të mbyllin gojën, të mbyllin sqep. Është ushtarak presidenti Mojsiu. Ndenjëm gati 2 orë, drekuam bashkë pas simpoziumit me presidentin, dhe tha, lufta botërore është shumë afër dhe po vjen era barut. Shqiptarët, tha, janë kërkund. Dhe presidenti bëri thirrje që të bëhet gati Shqipëria për të gjitha, sepse era barut po vjen gjithande. Çfarë mund të bëjë Shqipëria? Nuk mund të bëjë ndonjë gjë të madhe, por ne duhet ta dim se ku jemi dhe çfarë po ndodh. Dhe kjo është arsye përse unë i lash të gjitha dhe erdha me shpejtësi t'ju njoftoj, pas një dite teje të ngarkuar time, t'ju njoftoj zhvillimet e orëve të fundit. Çfarë po ndodh, çfarë na thon satelitët, marrëveshja e Amerikës me Katarin, çfarë fshihet pas, dyert e ferrit gati në hapjen lidhjen e mesme. Rusia nis dhe aktivizon sot me Teheranin marrëveshjen e mbrojtjes dhe kalon S-400 në Iran. Amerikanët dhe britanikët lëvizin në Udeid, në bazën e Katarit, me avion të furnizimit nga ajri dhe bëhen gati për të goditur Iranin. Huthët, Hashdushabi, milicit shiite të Iranit në Irak dhe të gjithë satelitet e tjerë, sepse këtë herë synohet rrëzimi apo ndryshimi i pushtetit në Iran. Çfarë do të bëj Kina? Çfarë do të bëj Izraeli? Si do të luajnë lojtarët? Çfarë do të ndodh me shkepjen e lindjes mesme? Si do të ndikojnë Ukrainë, më pas në Mesdhe, më pas në Ballkan? Lojra të mëdha, lëvizje të mëdha, zhvillime të mëdha. Shqipëria, Kosova, shqiptarët. Syt duhet i bëjnë 4, ç'mund të bëjmë ne? Ne jemi njerëz që flasim, dhe kjo që themi nuk është humor, se po flas unë që flas prej vitesh dhe tashmë po ju sjell argumente nga general dhe ushtarak dhe kolonel dhe njerëz të cilët i njohin kulisat e sigurisë botërore dhe të ushtrisë, si është kolonel Demiraj, dhe jo vetëm, për t'ju treguar ju hap pas hapi, minutë pas minute,
si është situata dhe çfarë është duke ndodhur. Kaq kishim për këtë moment. Këto janë zhvillimet e orëve dhe të minutave të fundit. Në çdo minutë dhe në çdo orë që të ketë zhvillime, unë do të jem këtu me ju. T'ju njoftoj, të kuptojmë, të dekodojmë dhe të dekriptojmë çfarë është duke ndodhur. Ne këtu nuk japim lajme, ne hym thellë lajmeve, hetojmë kudo dhe marrim atë që po ndodh në background, atë që ndodh pas perdeve, atë që nuk duket. Dhe të tjera zhvillime që do t'jenë, do t'ju tregoj në vijim. Ju njoftoj se miku im, Kolonel Demire, do t'jetë nesër me mua dhe bëj një sqarim për ata që nuk e kuptojnë mirë formatin e bisedimit tim me kolonelin. Dikush aty i thot kolonelit lëre të flas Kreshniku, dikush i thot Kreshnikut lëre të flas koloneli. Ne me kolonelin nuk jemi formati i një gazetari i cili fton një të ftuar. As unë nuk jam gazetari, as koloneli nuk është gazetari që më pyet mua. Ne bashk bisedojmë të dy dhe nga bashk bisedimi ynë ju kuptoni atë që duhet kuptuar. Nuk është një format televiziv gazetaresk ku një gazetar pyet një të ftuar. Ne të dy flasim dhe japim mendimet për atë që është duke ndodhur, edhe unë, edhe koloneli. Ju falenderoj nga zemra gjithë ju që na qëndruat. Ju që nuk na keni ndjekur akoma, jeni shumë që na ndiqni, bëni subscribe kanalit dhe nëse mendoni se ka ndonjë pikë vlere kjo që flasim dhe ky mund që po shpenzojmë, përcilleni videon tek pjesa tjetër e shqiptarëve, të vinë na bashkohen, na dëgjojnë, ta ngrem dhe ta forcojmë të dritare mediatike e cila ju dekodon të gjitha kulisat, çfarë është duke ndodhur minut pas minute, me profesionist dhe njerëz të fushës. Ju përshëndes për sonte, këto ishin zhvillimet e natës, të tjerat ju e dini vetë, vijojnë në numër naç.